Pse se keni rregulluar zotri? Pse duhet ju besojmë që rregullonin 4 vjet e ardhshëm? Rezistenca është e madhe, edhe në sistem, edhe në opozitë. Përfaqësuesi i pushtetit mund flet sa dojnë me propagandën që para pushteti, por një e vërtetë është shumë e thjeshtë. Kjo qeveri i bën në shkurt 5 vjet që në pushtet. 5 vjet pushtet. Në fund pushtetit çka kemi? Kemi kryeministër që nuk shkon prokurori, kemi ministra që nuk shkojnë gjykat, edhe kemi parti që sulmon sistemin e drejtësisë. E zëm që ka krejt ashtu që po thojmë këta për drejtësinë. Kush do të më rregullu? Na apo këta? Në fund 5 vjeçarit pyetja që bojnë është, pse se keni rregulluar zotri? Pse nuk e rregulluat për 5 vjet? Pse duhet ju besojmë që rregullonin 4 vjet e ardhshëm? Ka që thjesht. Adnan. Padyshim, do thonë, kemi punuar në secilën sferë dhe ky proces nuk ndërpritet. Domthon, ne kemi idealin në qartë të synimin në qartë për sistem drejtësisë pavarur dhe panshëm. E bëm pa ndërprerje, domethënë, dhe ti qëndrojmë rregullave të emisionit. Padyshim që kemi ndërmarrë reforma në secilën sferë. Po, rezistenca është e madhe, edhe në sistem, edhe në opozitë. Krahas secilës nismë tonë ligjore, kemi pasur destruktivitetin në PDK-s me vonesa në gjykatë kushtetuese. Na më bën reformën ju. Jo, vetëm me bërë reformën. Jo, më duhet me bërë reformën. Unë e kuptoj zoti. Na bën kurthim qeveri. Jo, keni çështja ju ka qenë qartë. Vono reformat, me qësëm ndërhyti. Vono reformat pa mundësa që të ketë efekte sa ma pak në sistem. Ju po mirë bani njerëzit e juj në sistem, interesa që keni pasur gjatë qeverisive të juja. Natyrisht. Adnan, u kry koha.